Në ditën e 14 të protestës së tyre, minatorët e Spaqit kanë zbritur sërish para dyreve të fabrikës së Bakrit në Spaq Mirditës për të vijuar bojkotin e punës deri në plotësimin e kërkesave që kanë paraqitur. Edhe pse rreshtë dendur të shiut e kanë bërë të vështirë qëndrimin në terren, 10 prej tyre në mbledhur qenorët e parë të mëngjesit përpara hyrjes së minjerës, duke kërkuar zgjidhje. Edhe pas takimit të zhvilluar me përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, nuk u arrit asnjë marrëveshje, duke bërë që situata minatorëve në Spaq të mbetet të tensionuar. Ata thonë se janë vendosur të mos rikthehen në punë pa plotësuar kërkesat e paraqitura. Protestuesit kërkojnë nga kompania Tet Albania rritjen e pagave, sigurimin e mjeteve, mbrojtjen e punë dhe rishikimin e skemës sigurimeve shoqërore. Gjithashtu ata theksojnë se puna në galeritë e thella mbetet e rrezikshme, ndërsa kompensimi financiar është minimal. Nga ana tjetër, Ministri i Ekonomisë ka deklaruar se është e gatshme për të vijuar dialog, por deri tani palët nuk kanë gjetur një gjuhë të përbashkët. Protestuesit paralajmërojnë se të përshkallëzojnë reagimin e kërkesave të tyre vazhdon të injorohen. Në Spaq situata vjen të mbetet e pazgjuar me minatorët që kërkojnë jo vetëm përmirësim ekonomik, por dhe dinjitet për një profesion që prej dekadash ka mbajtur në këmbë industrinë në tokës shqiptare.